A nuk janë këto shejtanët që vëllezër të ndeshëm janë zgjidhur dhe janë të cilët bojnë çrregullime, nuk gjenë shtëpi që nuk ka probleme nga ato. Po më tragjike është vëllezër të ndeshëm kur hinë në trupat e hoxhallarëve, të cilët i pengojnë ato që të flasin të drejtën, nga se cenojnë drejtën demokratike bashkëkohore. Vëllezër të ndeshëm, më tragjike është kur hoxha shëndërohet në shejtan dhe përpiqet që njerëzve që spjegon dinin Allahut Azza wa Jall. A nuk jemi ne dëshmitar sot se hoxhallarët janë ata që flasin thuajse me gjuhat e shejtanëve, për çka se nuk u intereson atyre drejta dhe pajtimi Allahut, sa u intereson atyre pajtimi qeveritarve dhe pushtetarve, dhe sa ju intereson atyre xhepat e tyre, sa ju intereson atyre komoditeti përkohshëm i tyre, e sa ju intereson ahireti dhe takimi me Allahun Azza wa Jall. Do të flasmin më mirë detale se si shejtanët depërtojnë trupat e tyre, dhe si ju flasin njerëzve në emën të Islamit, në emën të dinit Allahut, si që ka paramëru pejgamberi Allahut. Këto shejtan ishin të prangosur, mirë po këto shejtan, vëllezër të ndeshëm, do t'ju tregojnë hitbën e arshëm se kur janë zgjidhën dhe si kanë dalë dhe si kanë depërtu dhe si kanë ardhur. Për këtë arsye mas nevojë kemi ne muslimanët sot të fortifikohemi nga shejtanët e dukshëm dhe të padukshëm, për çka se pejgamberi Allahut na paralajmëroi se në akhir zaman shejtanët marrin hovë të madh. Kjo mizori dhe kjo padrejtësi që bëhet e madhe dhe gojat e hoxhallarëve nuk janë qelë fare. A nuk kanë vëllezër të ndeshëm, siç tha Ibn Qayyim, se ai që nuk e flet të vërtetën kur duat që të flitet, aja shejtan me mec. A nuk kanë shejtan me mec, sa me meca vëllezër të ndeshëm ne i përjetuam dhe po i përjetojmë. Për çka se mendojnë ata se nëse e flet të vërtetën, ti e ka me të ndryshu kaderin e Allahut, ka me të ngut vdekjen, ndërsa nëse nuk e flet dhe hesh, ka me të vunu vdekjen. Kjo është ajo problematik e besimit vëllezër të ndeshëm. Po vëllezër të ndeshëm, Allahu Azza wa Jall e tregon se është një grup njerëz të cilët e flasin të vërtetën, dhe pejgamberi Allahut këtë grup e ka quajtur pala ndihmuar, e prej nga ndihmuar, pala ndihmuar vetëm prej Allahut Azza wa Jall. Për ata mos lip mbështetje, mos mbështet të askush, vetëm të Allahu jot. Mos lip për karaje vetëm prej Zotit tanë, mos lip ndim vetëm prej Zotit tanë, nga se pejgamberi Allahu tha mos harroni se një grup njerëz kanë me rezistuan, kanë me folen, kanë me vepruan, dhe nuk ka mundësi ti dëmton këta njerëz, as tradhtia tradhtarve, as zhgënjimi zhgënjetarve, deri të vjen caktimi Allahut Azza wa Jall. Këtë nuk i dëmton. Nuk dëmton tije nëse flet, nuk dëmton tije nëse të bërepron, dëmton tije nëse hesht, dëmton tije nëse pajtosh, dëmton tije nëse i ndihmon në padrejtësinë e tyre vëllezër të ndeshëm. Sa padrejtësi na i dim hoxhallar që cilët na i veprojnë parasive tonë, mi për në heshtmi, e ulmi kokën dhe bëmë me mec. Pra vëllezër të ndeshëm, ne e dim di vite u kall krejt Palestina, dhe vdiqen ma shumë se 30.000 fëmijë, e 70.000 gra. Megjithatë sa njerëz hipën mimberin e pejgamberit Allahut që na tregojshin neve tematika që s'kan bojnë me realitetin. Vallë, përse së paku nuk e ngritëm nezanin, përse nuk më solidarizuam, ka një behane madhe. Ajo është behanja e imanit. Allahu na i forcoft imanin vëllezër të ndeshëm. Për këtë arsye heshtja e jonë ndaj padrejtësisë, a pjesëmarrje në padrejtësi, për ata kur e pyet Imam Ahmed ibn Hanbali, për ata të cilët e ndihmojnë të padrejtin, për ata të cilën kujdesen të me padrejtin, tha jemi me atynve që Allahu ka thonë wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, mos anoni të ato që bojnë zullum se ju prek zjarri. Tha jemi ne pe atinve që kemi anu në anën e tynve, tha ju nuk i jeni prej atinve, ju jeni pjesëmarrës në lëzullumin e tyre.
Ju jeni pjesëmarrës në zullumin e tyre. Pra vëllezër të ndershëm, ka lloj forma që sot zullumi vëllezër të ndershëm për krah dhe ndihmor. Ndoshta ndonjëherë me heshtje, ko muslimanët kanë metën, muslimanë të cilët e dojnë Allahun, e dojnë ahiretin, e dojnë të vërtetën, kanë metë si kore jo delje e zezë mesin e bilikut të dhenëve të bardha.